Prokurori Adnan Xholi paraqiti para KLP-s vizionin e tij për drejtimin e SPAK-ut. Ai theksoi se prokuroria e posaçme ndodhet në një fazë të rëndësishme konsolidimi dhe se prioritet mbetet lufta kundër korrupsionit të zyrtarëve të lartë dhe krimit të organizuar. Si prokuror pranë prokurorisë posaçme, e ndjeva privilegjin dhe përgjegjësinë që të aplikoja në këtë pozicion vakant, për shkak se vlerësoj se nga ana formale i plotësoj të gjitha kriteret që ka përcaktuar rregullori e Këshillit Lart Prokurorisë për ngritjen në detyrë, me besimin se kam aftësitë e duhura profesionale dhe menaxheriale për drejtuar një ndër institucionet më të rëndësishme të reformës në drejtësi. Prokuroria e posaçme ndodhet në një fazë të rëndësishme të konsolidimit, ku implementimi i strategjive të institucionit lidhet drejt për drejt me përmbushjen e misionit kushtetues, luftën pa kompromis kundër korrupsionit, të zyrtarëve të lartë dhe krimit të organizuar. Krahas sukseseve që kjo strukturë ka arritur në mënyrë të padiskutueshme, ka ardhur koha që të vijohet me hetimet në teshme cilësore në kohë të shpejtë për goditur kriminalitetin si me hetime penale, ashtu dhe me hetime pasurore me qëllim identifikimin, sekuestrimin dhe konfiskimin e aseteve të krimit. Me qëllim për të shërnjosur kulturën e pandëshkueshmërisë dhe promovimin e barazisë para ligjit për të gjithë qytetarët. Xholi vuri theksin edhe te mbrojtja e pavarësisë së SPAK-ut dhe siguria e prokurorëve, të cilët sipas tij shpesh përballen me sulme të padrejta për shkak të detyrës. Po aq e rëndësishme është dhe mbrojtja dhe integriteti i pavarësisë institucionit. Mbrojtja e magjistratëve prokuror nga sulmet e padrejta që i bëhen për shkak të detyrës ose gjatë detyrës. Ndaj gjej rastin të shpreh vlerësimet maksimale ndaj trupës prokurorëve të prokurorisë posaçme, jo për arsye subjektive, por për shkak të rezultateve të cilet kanë arritur, pasi secili prej tyre është kandidat potencial për drejtuar atë strukturë. E thashë më lartë, jo për arsye subjektive, por për shkak të rezultateve që kanë arritur, të cilët, falë angazhimit personal, kanë arritur rezultate konkrete në luftën kundër kriminalitetit. Dhe gjej rastin të shpreh mbështetjen maksimale, jam krenar që punoj me ta dhe do i mbështes në çdo situatë të aktivitetit të institucionit, pavarësisht votimit sotëm. Punën e kemi me njëri tjetrin dhe ato janë familja ime në sistemin e drejtësisë. Më tepër qëndrojmë me ta se sa ma familjen biologjike. Xholi u ndal edhe te roli drejtuesit të SPAK, duke theksuar se ky funksion kërkon shembull personal, përgjegjësi të shtuar dhe integritet. Ai shtoi se suksesi i prokurorit nuk matet nga numri i procedimeve, por nga rezultatet në gjykatë. Nuk mendoj që suksesi i një prokurori është numri i procedimeve në hetim apo numri i personave të arrestuar. Suksesi i çdo prokurori matet në gjykatë. Nëse ka vendime pafajësie, nëse ka akte pavlefshme papërdorshme, aty matet suksesi i prokurorit. Fal reformës në sistemin e drejtësisë, tashmë prokuroria është organi decentralizuar. Prokurorët janë pavarur. Drejtuesi është menaxher, i cili si i parë mes barabartëve ka detyrimin ligjor dhe moral të siguroj kushtet e nevojshme të punës, të orientoj burimet njerëzore që kanë dispozicion, si dhe kapacitetet e infrastrukturës për të goditur palishmërinë. Roli i drejtuesit, megjithëse është menaxherial, ka në fokus arritjen e rezultateve sa më të suksesshme, me qëllim rritjen e besimit publikut dhe të partnerëve ndërkombëtar. Kjo garanci duhet që të ndërtohet mbi ekuilibrin ndërmjet interesit publik në ikra dhe respektimit drejtave të njeriut, duke standardizuar praktikat më të mira ndërkombëtare në këtë fushë. Për shkak se kriminaliteti ka një strukturë dinamike, duhet një vëmendje fleksibël nga gjitha institucionet ligjzbatuese, ku një rol të rëndësishëm ka dhe prokuroria e posaçme. Kjo trup prokurorësh duhet bëjë gjithçka që në përballjen me opinionin publik të jetë sigur se po bën aq sa duhet, siç është pritshmëria e tyre, me hetime të shpejta, me rezultate konkrete, me provat pa kundërshtueshme në gjykatë,
punë për cilën jemi betuar dhe vlerësuar si taf për ta bërë dhe do e bëjmë me patjetër. Ai nënvizoi se sjell me vete 27 vite eksperiencë, mes të cilave 16 vite si drejtues në struktura të ndryshme të prokurorisë, periudhë që sipas tij ka dhënë mundësinë të menaxhojë situata të vështira dhe t'u jap zgjidhje konkrete. Vijoj sot para jush me një eksperiencë mbi 27 vite pa shkputje në sistemin e prokurorisë. Karriera ime ka një ngritje konstante dhe të vazhdueshme. E kam nisur nga roli bazë deri në hierarkinë më të lartë në nivelet teknike të prokurorisë shqiptare, duke përmendur dhe periudhën prej 16 vitesh si drejtues në struktura të ndryshme. Periudhë e cila më ka dhënë mundësi të provuara dhe aftësi që të menaxhoj struktura të ndryshme në nivele të ndryshme dhe të përballem me situata nga më problematika dhe t'u jap zgjidhje në kohë reale. Kam udhëhequr disa hetime për një gamë të gjerë çështjes të krimit organizuar dhe korrupsionit. Gjoli deklaroi se do të vërë në dispozicion ekspertizën e tij, aftësitë menaxheriale dhe përvojën e gjerë në çështjet e korrupsionit, krimit organizuar dhe dosjeve sensitive.